së fundmi e pash një video që e ke realizu dhe në prapa sken u shike do të thotë ka qenë realisht një xhami, nëse nuk ka boj. Desha të pyes, me qenë se vetë se përmendëm edhe fen, çfarë do me thonjë dhe pse ke zgjedh atë vend? Shumë mirë që ke pa, u kanë shumë kontroversë, për që ata dhe ku mbo, se në ditë sotit do të pak me kanë kontroversë, do të pak me bo një farë lloj, s'po du me thonë skandal, se nuk ka skandal. Ideja e më është kështu. Unë e kam pas para 6 muajve idenë, çdo muaj me bo një qytet Kosovës, me promovu Kosovën, sidomos turizmin e Kosovës, por nuk kam pas për kraj për kujna, kështu ja kam fillu mi financu vetë. 90% followersa që mu kanë shtu pe që të në vete kanë qenë për prezidentit e për rëthinës prezidentit se kanë pa venin. Me thonë, ideja është me reprezentu venin. Prizreni o ven historik, që është ven fenomenal për kitë botës vi njerës të vizitu, na për Prishtinës shkojnë ka një herës në Prizren. Mirë po gjamja ishte prapaske. është një pjesë e kulturës, është një pjesë e qytetit. Këto videot prej Prizrenit që kanë vesë, mendon që e kam formul suksesi xhamin apo performancën tënde, se që u bën një ndërlidhje? Dy sene, mas parë një është mos të harrojnë kvalitetin e kompanisë që mi gjeron ato Maximusi, që është ekstrem, është për qatë punë, bravo i koft. Para që kjo, e dyta ka qenë pak xhamia, se pse xhamia për mas ma kanë bu, i këmë thonë, unë kish mujtë me qenë edhe ka kisha, kush mund të qenë ka kisha ortodokse, kish mund të qenë ka kisha katolike, se Prizreni është qysh është. Tash unë nuk muj me mlu xhamin, është Prizreni, çashtu duket. Multikultural. Ka pas njerëz që më kanë thonë, më kanë kërcnu, ka pas njerëz që më kanë shajt, po nuk është problem, në rregull, se 99% e kanë pëlqyer çata. E kjo është do me thonë, filozofia pak a shumë që një kënë, se jam pak edhe e dush venin ta me kënë që me promovu Kosovën. Nëse do të zgjidhje emra nga skena e DJ-ve dhe atyre të muzikës që nuk e meritojnë pozitën që e kanë sot, kush do t'ishin? Atë shumë kjo pyetje kritike. Të kemi për krejt ka pak. Po, veç mos të bëjnë skandal, mos të më qesin tani. Kush është një DJ që se meriton pozitën edhe pozicionin që e ka sot, edhe një këngëtare ose këngëtare? Unë nuk menoj që ekziston dikush afat gjatë pa merit ose pa punë, s'mënët, se sistemi vetë e qëtë jashtë. Për shembull, nuk i DJ-a në Kosovë që janë, nashta që përnojnë që 2-3 vjetë që nuk janë sukseshëm, si nuk t'je i mirë, nuk t'merë kërkosh, pik. Do thot nuk kemi njerëz të mbivlerësuar, as skenën performuese të DJ-ve dhe as në atë muzikore. Jo se, sot është sistemi meritor, është në qofë se je i mirë, sistemi vetë i algoritmit që përblen. Sot nuk ka ma, ti mund është i ble klikimet, mund është i ble, po sun bjetën. Ti për shumë mund është i financu komplet krejt, fushatën tane, albumet e tua, po kërkush nuk të merë ty me performu. Ku e kiti inkamin? Ti mund është bile viewsat, ku e ki fitimin? Që kjo është ideja dhe me thonë, është kontroverze. Sot sistemi vetë që është i ndërtuën, nuk mund është me bjetun që se je falcë. E tha edhe ma herët ndërimi që o e ke yllin e balë, o nuk e ke. Kanë thonë plesht më te, ata kanë titi qa. Po vazhdojmë me një set pyetjesh që e kemi titulluar Pa dorza.